Atëherë, respekt për të gjithë dhe faleminderit që jeni sot këtu. Do ta filloj me avokatin Një Duart Okike, ju lutem. Faleminderit avokat. Dilo, antare e shoqatës në gjatë Albania, Aldo Sullovari, kryetari i shoqatës, zoti Hamita Babai, antare e shoqatës në gjatë Albania, Jetmir Kanani, gjithashtu antare i shoqatës, dhe Kliti Ibrahimi, një djalë i shkëlqyer artist, që nuk është hera e parë që vjen në për aktivitetet tonë, faleminderit që jeni sot këtu. Tashmë do të fillojmë me fjalimet, secili prej nesh ka 2 fjalë për të thënë, jo më kot jemi mbledhur. Do ta filloj unë e para si specialiste dhe edhe unë kam dëshirë që të shpreh 2 fjalë për këtë ditë. Zonja dhe zotërinj, të nderuar pjesëmarrës, miq të drejtësisë dhe të dinjitetit njerëzor. Sot nuk jemi mbledhur thjesht për të përkujtuar një figurë historike. Sot jemi këtu për të vënë drejtësinë në veprim. Për ta bërë filozofinë e Martin Luther King një realitet konkret për ata që sot jetojnë të shtypur, të izoluar dhe të kontrolluar nga një ideologji shkatruese si ajo e MEK. Martin Luther King tha: "Pa drejtësia kudo është kërcënim për drejtësinë gjithkund." Si kriminologe, kjo fjali nuk është poezi për mua, është parim shkencor dhe ligjor. Çfarë është shtypja sistematike? Shtypja nuk fillon nga prangat. Ajo fillon me një kontroll të mendimit, ndalim të pyetjeve, kriminalizim të dyshimit, shkatërim të identitetit personal. Këto janë elemente klasike të kontrollit totalitar të studiuara gjerësisht në kriminologji dhe psikologji penale. MEK i përmbush të gjitha këto kritere. MEK si strukturë kriminale e mbyllur, MEK nuk funksionon si organizatë politike. Ajo funksionon si një strukturë sektare, ku individi humb autonomin, bindja absolute zëvendëson mendimi kritik, dëshkimi psikologjik përdoret si mjet disiplinimi. Ky është krim i vazhdueshëm ndaj personalitetit njerëzor. Ky, dhe kjo patjetër që ka lidhje me Martin Luther King, luftoi kundër një sistemi që normalizonte padrejtësinë. MEK normalizon ndarjen nga familja, veçënsurën, bindjen e verbër, dallimi është vetëm gjeografik. Mekanizmi i shtypjes është i njëjtë. Krimi më i madh, vrasja e ndërgjegjes. Si kriminologe, unë them me përgjegjësi të plotë, krimi më i rënd që kryen MEK nuk është fizik, është vrasja e ndërgjegjes njerëzore. Sot në frymën e Martin Luther King ne refuzojmë të krim. Ne themi, dinjiteti njerëzor nuk negociohet. Faleminderit.